Ti ka pa Allah 24 orë. 24 orë ti ka punë. Në kuadrë 24 orëve e ka kërkuar një kohë caktuar që ti të falë namaz apo? Në qoftë se e këshyrim, nuk i bën as 2.5% nga koha që ta ka, nga 100% 24 orë atë. Sprovën se e dën Allah nuk e dën Allah, nuk e ka prunë në 24 orë. Kështu sa më rëndësishme. E ka prunë në atë 2.5% që aty të ka thonë, nëse dhe që tu i jep përparësi gjithë shkave para se më u përgjigj Allahut, atëre kjo ajap me kuptu se dashuria është inekzistente apo. Nuk e dën Allah xhela xhelaluhu. Pra nuk është çështja që shkatërrohen të gjitha këto, nga se që to janë që na vren tek Allahu. Kush na ka pasurinë? Allahu. Kush na ka familjen? Allahu. Çu ta jap, thotë ul po dobe ti prishe. Sa është kjo kuptimi i kësaj absolutisht? Por Allahu kërkon që çdo gjë që ta ka jap, është një hise, është një fush, është një dimension ku fërkohet dashuria ndaj Allahut dhe pangopsia jote përballë begatisë. E pangopsin se ka lip Allah me e thi me 50-50, po me 97.5 apo del bol mungi 2.5 kallëzë që si e të lakmu 97 që në tërë, subhanallah. 24 orë ti ka jep, flaj, pi, lëviz, jetoj jetën tonë, puna, apo? Në 24 orë po kërkan për te 5 kohë me i falë, apëtën. Ska kërku e këtë kondër tërë, para më nënë të shkun koha e lirë, për gjëmë, për ushqim, për argëtime tjera, të shkon koha e namazit. E koha e kundër të shkon koha e namaz. A kish me pas Allahu drejt me kërku këtë për njëve? Po, pa tjetër. A do të ishte edhe keni çmim që e meriton dashurinë ndaj Allahut? Po, vallahi. Për shembull, në qoftë se Allahu kish me thonë, nga tërësia e pasurisë që e keni, nga tërësia e pasurisë që e keni, 97.5 është e Allahut, 2.5 është e juvja. Në qoftë se dëshironi me pagu çmimin e dashurisë ndaj Allahut xhallahu ala, a do të ishte 97.5 e pasurisë tonë, 97.5 e kohës tonë, 97.5 e krejt çka kemi, a do të ishte çmim i mjaftueshëm për me tregu Allahu që po e dojmë, apo shumë shtrejt na ka shti Zoti me pagu? A është shtrejt o lirë? Jo 97.5, po 100% me dhon besimtar për Allahun xhallahu ala, me fitu dashurinë e Allahut dhe falën e tij është lirë. Nga se prap kthehet te tjaja. Çka i duhet Allahu dashnia jote apo? Nuk i duhet. Ti e fiton përsëri. Por prap Allahu xhallahu ala e din kush je, ai ka kriju, e din se një 2.5 me quhet dhe një më shumë, baje shumë njerëz binë atë. E ka ditë Allahu ku më e do vinë atë. E ka ditë edhe në namaz që sa falen njerëz 5 vakte. Çfarë sa kohë sa sopë. Veç edhe në namaz më shumë farz me kon masjacie, baje i shumë përgjysmua për në halat. Ka ditë Allah ku me do vinë. Prandaj, qëtu vijat ndarë se janë, ato ku prek dashurien dhe Allah xhallahu xhelalu. Qëtu e kalipaj, se kalip të ato 97 shatë japë. Atje e kalip për diçka tjetër, po kjo që po flasëm është, me i kalzu se unë Allahun e du. Qështë e dënë Allahun tim pasuri. Për shambull, kjo pasuria jam për para, që kjo mëne. Apo? Qështë i kalzan se e dënë Allahun ma shumë se pasurin? Me qka? Me 2.5. Subhanallah. 97.5 ti e shvizan 2.5 e ja për Allahun, Allahot kjo është shajse, ti s'pija për parësi pasuris në mirë, po pija për parësi Allahun dhe pasuris dhe të. Subhanallah. Ti flanë Allah e dashë, qëre, jatësia në ora 6:30. Pej 6:30 kur folë jatësia, ki dhe me flajtë. Pa e folë jatësin zbën me flajtë. Si 6:30 bëhat, ki dhe me flajtë. Sabahu në 5:30. Apo? Do më honë, dikun apër 11 orë. Allahu po thotë flaj. 11 orë. Flaj. Tash, pse ti rrim për qefe tuja e vonosh në gjumë, të Allahu s'ka thonë rri. Ti pi që tash mush me flaj. Ti rrim 5:30 flajatën. Ka thonë 5:30, qau një 10 minuta falu për mu, ka do që po më dërë më shumë se gjumin, apëtën. Subhanallah. 11 saat jenë gjitë gjumë të flajt, qau një 10 minuta ka do që po më dërë më shumë se këta 11 saat, apëtën. Ku ke po kësi marveshja, apëtën. Kush të frangë kështë, apëtën. Edhe e pranan, me 10 minuta e pranan mi kalzu, se ma shumë ndonë mu se gjumin, apëtën. Parë më të shkone kundër të, apëtën. Dhe që kjo është Allah, thotë, në që edhe që tu bini, të rabë bërsu, atër pritni vëllah, atër vaj halli për juve, atër kjo është kërsnim. Përndaj Allah Gjellë Gjellali hu, në më thonë, nga rabë të di ka kërkuar
një dashuri që nuk ka të bëjë me ato dashurit e tjera, është diçka speciale, e posaçme, që thash prodhon një farlloj respekti, madhërimi ndaj Allahut të mëdhenuar, prodhon një farlloj nështrimi të pakushtëzuar, dashnia nga Allahu të xhelal. Çka do që vjen këta, a ki nevojë me e provu? Për shembull, do në me kuptu, Allahu xhallahu ka ndaluar nisën haram me ka bo. Na po kem qef me bëhat haram, po pe provojmë një herë në një vit si eksperiment. Të këshyrim qëse një me o keq për largohëm. A pranon dashuria ndaj Allahut me aprovu Allahut produktet? Ja, pranon. A pranon dashuria çdo kujt tjetër me aprovu? Pranon. Nona e bën gjellën, e provon të shvalla pas ke bëhet mirë, po mua s'po pëlqen. A e rrezikon kjo dashuri ndaj Allahut ndaj nonës? Ja. Të ku mirë kupton nona shumë drejt, po takona. Apo ta blen dikush një tesht mirë, Allahu shpëlej, po sa stili jam. Apo a rrezikon kjo dashuri? Ja, se rrezikon dashurin. Apo se produkti çdo kujt provohet. Ama Allah më apru produktin i arab, po sa shija jam me kjo, po s'po ndojsh e prapë. Zguxon me i thon s'po pëlqen. A ka njëjtë si kurse tjerëve? Dallon shumë ato. Së është e njëjtë ato. Andaj nuk ka shtir me i dallu ato. Nuk ka let me i përzi ato. Veç njëri i përzin kur ti pshillën shumë punë, se është e qartë. Kur do të më dashur Allahun, sa do të më dashur to, sa këto, shumë në vija të qarta ato. Prandaj dashuria ndaj Allahut është dashuri e pakushtuar. Është dashuri e cila padyshim sjell një farë madhërimi përballë atij që don. Një farloj respekti, nështrimi, ndjekje dhe pasimi, që nuk ja kushton as kujt tjetër pas Allahut te barekutaala.